Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet tona më të përzemërta e lutim Allahun të dërgojë pejgamberit të Tij, të dashurit të zemrave tona, Hazreti Muhammedit alayhis salam. Salavatet, selamet qofshin edhe mbi familjen e Tij të pastërt dhe gjithë shokët e Tij besnik dhe fisnik. Të nderuar vëllezër dhe motra, kur përmendet agjërimi, shumica prej nesh mendon për urinë dhe etjen gjatë ditës. Por në të vërtetë, agjërimi është shumë më tepër se kaq. Ai është një shkollë për shpirtin, një ushtrim për vetë kontrollin, një mënyrë për ta disiplinuar veten dhe për t'u afruar me Zotin. Në radhë të parë, agjërimi është adhurim, është ibadet. Dhe qëllimi I tij kryesor nuk është trupi, por është zemra. Allahu I madhëruar thot në Kur'an: "Estaizu la bismillah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim edhe për popujt para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra, synimi themelor I agjërimit është devotshmëria, at-taqwa, apo devocioni, është përkushtimi, pastrimi I brendshëm, përmirësimi I karakterit dhe afrimi me Krijuesin. Krahas dobive të shumta shpirtërore, agjërimi ka dhe shumë mirësi, dobi dhe përfitime për shëndetin tonë. Pejgamberi ynë I dashur, Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Sumu tasihhu", agjëroni që të jeni të shëndetshëm. Dhe sot këtë urtësi po vërteton edhe shkenca moderne. Studimet e shumta tregojnë se gjatë agjërimit trupi aktivizon procese natyrale pastrimi dhe rigjenerimi. Mjekët thonë se kur nuk ham për disa orë, bie niveli I insulinës dhe organizmi fillon të përdorë rezervat e yndyrës si burim energjie. Dhe kjo ndihmon në humbjen e peshës, në përmirësimin e metabolizmit dhe në lehtësimin e trupit. Në të njëjtën kohë, sistemi I tretës pushon. Stomaku, mëlçia dhe pankreasi marrin një pushim biologjik, gjë që u jep mundësi të rikuperohen. Gjatë agjërimit ndodh edhe një pastrim I brendshëm I organizmit. Qelizat largojnë toksinat, rigjenerohen indet dhe forcohet sistemi imunitar. Vëllezër dhe motra, agjërimi ka ndikim të madh edhe në zemër. Ai ndihmon në uljen e kolesterolit të dëmshëm, stabilizon tensionin dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Po ashtu ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak dhe ul rrezikun e diabetit tip 2. Por përfitimet nuk janë vetëm fizike. Agjërimi ndikon edhe në gjendjen mendore. Ai sjell qetësi, përqendrim dhe disiplinë. Rregullon orarin e jetës dhe përmirëson gjumin. E natyrisht për të marrë këto përfitime duhet edhe kujdes. Iftari duhet të jetë I lehtë dhe I balancuar. Të pim mjaftueshëm ujë, të shmangim teprimin dhe të mbajmë aktivitet fizik të moderuar. Mos të harrojmë dhe thënien profetike, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Njeriu nuk ka mbushur enë më të keqe se sa barku në stomakun e tij. Mjaftojnë vetëm disa kafshata sa për ta rikthyer forcën. Dhe nëse njeriu ka nevojë për ushqim, për ngrënie, atëherë ta ndajë stomakun e tij në 3 pjesë. Një pjesë thot për ushqim, një pjesë për ujë dhe një pjesë për fërmarrje." Në fund, mund të themi se agjërimi është një dhuratë hyjnore. Ai pastron shpirtin dhe forcon trupin. Na afron me Zotin dhe na mbron shëndetin. Është adhurim dhe terapi në të njëjtën kohë. Dhe ne falenderojmë Allahun e madhëruar për këtë mirësi të madhe që na ka dhënë. Lutim Zotin që të na pranojë agjërimin ton, të na jap shëndet, forcë dhe devotshmëri, dhe ta bëj këtë muaj burim pastrimi për zemrat dhe trupat tanë. Zoti ju ruajt dhe faleminderit për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.